Autoriteti kombëtar i ushqimit informoi se ka marrë gjitha masat për monitorimin e shtuar dhe rritjen e kontrollit përgjatë kufirit të gjelbër të territorit shqiptar për ndalimin e importit të baktive të imta nga gjitha vendet për cilat Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural ka urdhëruar ndalim të hyrjes së tyre në territorin e Republikës së Shqipërisë. Në një njoftim për shtyp, Autoriteti kombëtar i ushqimit tha se po inspekton edhe të gjitha pikat e inspektimit kufitar, si dhe është në gatishmëri të plot bashkëpunimi ndërinstitucional me Agjencinë Kombëtare të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve, Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave dhe Policinë Kufitare. Pa ashtu, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit bën të ditur se në bazë të urdhrit të Ministres së Bujqësisë ndalohet lëvizja e përkohshme si dhe tregtimi i baktive të imte brenda territorit të Republikës së Shqipërisë. Sipas Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, ky hap është ndërmarrë për të parandaluar përhapjen e sëmundjes së murtajit që ka kapur ferma të caktuara të vogla në territorin shqiptar. Në bazë të urdhrit të Ministrisë së Bujqësisë, lëvizja e baktive të imta lejohet vetëm nëse destinacioni i lëvizjes është për në thertore, shoqëruar me certifikatën shëndetësore zyrtare veterinare të lëshuar nga veterineri zyrtar.